Një pyetje kryeshef, nëse sot nënshkruhet kjo kontratë, a kalon nga kriza, po nëse janë 1.5 milion euro, e kaloni krizën apo mund të kthehen punëtorët në punë dhe të vazhdojnë punën? Jo, Arben, se ne nuk kemi parën llogari për me i pagu shpenzimet e naftës. Këto është narrativa që tentohet me na hup, me na kriju një problem i ri. Ne nuk kemi mjete për me pagu naftën, sepse kemi shërby 5 muaj dhe pas një sen, ne po i presim disa pagesa për ti mbuluar shpenzimet tona dhe me dalë me punu. Nuk e kemi nalë punën për qefit. Mos tentohet me u kriju kjo një pavërtet e madhe. Ne kemi kry punë edhe shërbem për 5 muaj. Dhe kjo shërbem, Arben, për me marrë mjetë kësaj kontrate, na do të me kry shërbem për këtë kontratë, edhe në fund mu certifiku fatura në fund mujit. Edhe ne muj me fyt mujit. Zotëri Rezica, presionin ushtroje ndaj asamblezëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Leotrim O nuk na intereson presionin e shtrojmë ndaj teje që ke pas tire të jashtëshme që qytetarët mos paguani në pastrem. I cili me vedijet plote ka stenu interesin e ndërmarrjes, duke hequr mundësinë e inkasimit të juaj nga komuna, por duke bartur inkasimin nuk na intereson heq që ka bënin komunë, drejtar. Ne edhe na vyn me na pagu shërbimet tona. Ky vendim është goditja më e madhe që është dhënë ndërmarrjes pastrimit, deshët apo s'deshët ta pranoni ju, sepse vështirësinë financiare deri më tani nuk javë ka kriju asgjë më shumë se sa pamundësia që ju ja keni kriju vetës për të mos nënshkruar kontratë me komunën e Prishtinës për operim teritorin e komunës Prishtinës, duke pasur të sigurt pagesën mujore siç e keni pas deri në fund të vitit 2024. Kjo është krejt tendencë puro politike të cilës po i shërbeni ju, zotëri Rezica. Nuk po na intereson heq që bënin asamble. Po le të parthu ti, po realiteti është problemin më të vogël e kemi ne. Problemi është se ti je bo fatkeqësisht je bo mosh e tentativave politike për ta minuar suksesin e qeverisë së Roma për mirëmbajtjen e kryesitetit dhe krejt këto veprime po i bën ndëm të ndërmarrjes pastrimit dhe ndëm të interesave të punëtorëve të cilët pa fajin e tyre po mbesin pa paga. Mirë, kjo është e vërteta. Nuk jem të negocu kontrata na. Kjo është e vërteta. Çfarë ka të bëjë këtu drejtor? Përgatisim kallëzimin penal ndaj zotit Rezica për këtë arsye. Drejtor Bestroci, çka ka të bëjë këtu asambleja? Nëse ju drejtor nuk na tutni këto, na e mbrojmë interesin publik, ju po mbrojmë interesin personal. Po e mbrojmë interesin publik duke e cënu shëndetin publik me mos ofrim të shërbimeve, duke dashur në njëra anë të inkasonin nga qytetarët. Me operator ta zotëri Rezica, e keni ndalë shërbimin edhe ndaj bizneseve ndaj të cilëve keni inkasuar tash e sa vite, e keni ndalë edhe shërbimin ndaj bizneseve dhe po e kryejmë ne ndaj atyre të cilët ju keni inkasuar ndër vite. Nuk po e kryeni shërbimin jo vetëm ndaj qytetarëve, por edhe ndaj bizneseve keni inkasuar ndër vite mos e krijo problemin e ri. Sepse problemi është i problem të ri, zotëri Rezica, problemin po e krijoni ju, ne po munduam me dhënë zgjidhje.